Mos mendo se je i zën, mos mendo se nuk e hapësirë, mos mendo se nuk e mundësi, mos mendo se je i ngushtuar, mos mendo se s'ka kohë për ty. Të gjithë kanë mundësi të mësojnë. Pikërisht për të ka ardhur hadithi, kush del në rrugë, kush del prej shtëpie të mësoj një dituri, të mësoj një mesele, të mësoj diçka prej diturisë, dhe nuk thot me mësu gjithë diturinë. Pra ky hadith po tregon që rruga për xhenet do të lehtësohet për këdo që nuk e ka njëtin bëhet dietar. Pra xheneti nuk është vetëm për dietar, nuk është vetëm për devotshmit, por është edhe për gabimtarët, të cilët e gjejnë ditën, kthjellohen dhe të reflektojnë për t'u kthyer te Zoti. Dhe një nga rrugët, një nga mënyrat që njeriu kthehet tek Zoti, të mësoj diçka që nuk e dinte. Të mësoj të qartësoj një mesele që e kishte jo të qartë. Të kuptoj një ajet kuranor që nuk e kuptonte më parë. Të mësoj një hadith profetik që është i shkurtër, nuk është shumë i gjatë dhe nuk është shumë i vështirë. Kaq. Për këtë thot hadithi, dhe ty do të lehtësohet rruga për në xhenet, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam.